Nëna ime. Kur jemi të vegjël, përqafimi i saj është bota jonë. Kur rritemi pakës, të kapurit për një pjesë të fustanit të saj është udhërëfyesi ynë. Kur ja rrim të shtatat, ajo është siguria jonë kur kthehemi nga shkolla. Në të dhjetat, ajo është grua, kurse ne thithim nga fjalët e saj dhe sjelljet e saj, atë që lë gjurmë në personalitetin ton. Në të 12-tat, bëhet shok në ndonjë moment dhe armik kur zemërohet, mirë po nuk mundemi të flem pa buzëqeshjen e saj. Në të 14-tat, ikim nga ajo me pretekste qesharake që ta vërtetojmë pavarësinë tonë. Në të 16-tat, e gjejmë se ajo është brez dhe ne jemi një brez tjetër. Në të 18-tat, nuk gëzohemi për suksesin ton, përveç se me gëzimin e syve të saj dhe lotot e krenarisë së saj. Në të 20-tat, ndoshta e përshëndesim që të shkojmë në studime, apo mendojmë se e kemi harruar nga dashuria e madhe e periudhës në për të cilën kalojmë. Në të 24-tat, turpërohemi nga puthja e saj, apo dashuria e saj, apo përkujdesja e saj për ne, me pretekst se tani jemi më të rritur. Në të 30-tat, angazhohemi me gratë tona dhe fëmijët tanë, e atë ose e telefonojmë, ose nga një herë e vizitojmë. Në të 35-tat, ajo na bashkon në një vend, në një tryezë së bashku me familjen, dhe tentojmë të gjejmë një baraspesh mes angazhimit nga ajo dhe respektit të saj. Në të 40-tat, brenda kohe na befasojnë momentet e ringjalljes së kujtimeve. E dua nënën time. Dua të kthehem në përqafimin e saj dhe t'i rikujtoj ushqimet e saj dhe fjalët e saj të ëmbla. Pas të 40-tave, zbulojmë befasisht se ne jemi bërë një kopje e saj, e atë që e refuzonim nga udhëzimet e saj e përsërisim me fëmijët tanë, dhe atë që e neglizhonim nga urtësia e saj, apo injoronim nga këshillat e saj, e hasim fuqishëm, nga se ajo ecën në gjakun dhe në çdo qelizën tonë. Nëna ime, të dua, edhe në fëmijërinë time, edhe atëherë kur rritem, o Zot, çdo sekondë që e kalon nëna ime nga jeta e saj, më shiroje. Hapja dyert e rehatisë dhe qetësisë dhe bëje nga banorët e xhennetit. Amin.